Detektiv Dritan Llazami, një histori frymëzuese shqiptaro-amerikane në Wisconsin. Shoqata Amerikane Shqiptare e Zbatimit të Ligjit, AALEA, ka vlerësuar me krenari antarin dhe aktivistin e komunitetit detektivin Dritan Llazami nga Kërçova, i cili po shënon një arritje të rëndësishme në karrierën e tij si hetues për trafikimin e qenieve njerëzore në zyrën e sherifit Dane County në shtetin e Wisconsin. Përmes punës së tij të përditshme, detektiv Llazami angazhohet në mbrojtje të shtresave të cënueshme të shoqërisë, në forcimin e drejtësisë dhe ndërtimin e besimit mes institucioneve të rendit dhe komunitetit. Përkushtimi, guximi dhe integriteti i tij përbën një shembull frymëzues, duke dëshmuar fuqinë e shërbimit publik, ndjenjën e përgjegjësisë dhe krenarisë shqiptare. AALEA shprehet të nderuar që qëndron për krah profesionistëve të tillë si Dritan Llazami, arritjet të cilit ndriçojnë imazhin e shqiptarëve në Wisconsin dhe motivojnë brezin e ri të shërbejë me nder, duke lënë gjurmë pozitive në shoqëri.